Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca e radhës për rastin e hedhjes së gazit lotësjellës në Kuvendin e Kosovës në mars të vitit 2018. Para trupit gjykues u paraqitën të akuzuarit Fitore Pacolli Dalipi, Sali Zyba dhe Drita Millaku, të cilët ngarkohen për përdorimin e gazit gjatë një seance parlamentare. Në fjalët hyrëse, mbrojtja e të akuzuarve kundërshtoi ashpër aktakuzën, duke cilësuar veprimin si politik dhe jo penal. Ne si mbrojtës konsiderojmë sa e typ që është përdorur në sallën e parlamentit, është përdorur vetëm për të arritur një qëllim politik, për të pamundsuar që të merret një vendim nga deputetët e Parlamentit të Kosovës, i cili vendim ka qenë i dëmshëm për vendin tonë, konsideroj se veprimi politik nuk është vepër penale. Sipas mbrojtjes, një nga çështjet kryesore mbetet nëse gazi lotësjellës mund të konsiderohet armë, për çka kërkohet interpretim profesional dhe jo juridik nga ekspertët. Ndërkohë avokati i Fitore Pacollit ngriti shqetësime për përmbajtjen e aktakuzës, duke cilësuar atë të mangët dhe të paqartë. Kjo akuzë është e mangë për shkak se nuk kemi konkretizim të veprimeve të secilit nga kryesit, edhe pse kemi bërë me 4 kryes, siç pretendon prokuroria, ndërsa përshkrimi është i përgjithshëm. Ai shtoi se aktakuza mbështetet edhe në prova të pabazuara dhe kontestoi raportin e ekspertizës, duke kërkuar që ai të shpallet i papranueshëm. Në anën tjetër, prokuroria i hodhi poshtë këto pretendime, duke theksuar se provat janë të mjaftueshme dhe të mbështetura në ligj. Është mjaftueshëm i qartë, i cili vërteton se të pandehuri kanë përdorur armë, në këtë rast gaz irritues, siç është i përcaktuar në ligjin për armë. Përplasjet vazhduan edhe në sallën e gjyqit, ku i akuzuari Sali Zyba e cilësoi deklarimin e prokurorit si kontradiktor dhe kritikoi institucionin e prokurorisë. Dhe për mëket që ishte kontrovers, ligjvënësi ka rregulluar normat kur cilësohet konsiderohet vepër penale dhe kur eventualisht në rastin konkret, kur vepër penale dhe kur shkelje disiplinare. Pas kërkesës së prokurorit, gjykata i tërhoqi vërejtjen të akuzuarit për mënyrën e adresimit ndaj institucionit. Zyba kërkoi nga gjykata që seancat e radhës për këtë rast të caktohen jo më afër se 45 ditë, pasi në këtë kohë do të nisë procesi zgjedhor dhe do të jetë i angazhuar. Seanca pritet të vazhdojë me shqyrtimin e video incizimeve të ngjarjes. 21 marsin e vitit 2018, deputetë të opozitës përdorën gaz lotësjellës për të penguar votimin e një marrëveshjeje, duke shkaktuar ndërprerjen e seancës dhe reagime të shumta politike e ligjore.